djali një ish deputetit të nderuar socialist, familje mirë, vetë... Për zonin Agasin në Po, këtë rast. zotin Agasin po flasim, sepse ai është strumbullari. Me vetmja lidhje të zotit Agasit dihem që është futur pak në politikë me zotin Lefter Koka, me lësin, ka qenë te Ministria e Mjedisit, ka punuar deri vonë deri në 2017 me zotin Panariti, si specialist, domethënë jo në ndonjë pozicion, dhe që atëherë është larguar nga politika dhe ka hapur për njerëz disa bizneset të cilat brenda një kohe shumë të shkurtër gjeneronin shumë para. Ajo, pata e artë ka qenë akshi, eter, të bësh biznes me eterin. Dhe dihet dhe vete Dirama ka dhe fotografi dhe sa herë shkonte në Durrës, dihet lidhja specifike e Diramës me këtë personazh, edhe prandaj dhe detyroheshin njerëzit të shkonin te zyra e tij, sepse ata që duhet ta dinin e kanë ditur fuqinë e tij te kryeministri. Nga ana tjetër, për hir të vërtetës, në SPAK emri i këtij ka dalë për herë të parë në 2019 në një dosje antidrog në Itali. Domethënë, është më herët se operacioni kontrabandës së cigareve, ku ky u fut në mes, bëri një blerje fiktive në atë periudhë, domethënë etj. Ai është në fakt është hetim britanik. Kontrabanda është hetim i filluar nga britanikët. British Tobacco. Po. Dhe jo se s'ka qenë në nënvëzhgim etj. Ta garantoj unë para cigareve, sepse ka patur, siç të thash, një presion dhe ndërkombëtar që ka filluar, nëse ju kujtohet kur plasi skandali që Ermal Beqiri, me gjithë këtë që është sot drejtoresh, është edhe kjo në drejtorinë e policisë, të krimit kibernetik, që vllai i saj punonte herë si shofer, herë ka qenë si ndërmjetës me Agasin, me një person tjetër vodhën natën, për gjithë natën, pikërisht ditën që ka ardhur Taulant Balla ministër, morën atë që thotë ky e quan duplikat, domethënë morën gjithë informacionin e Teamsit, filluan dolën pastaj dhe gjërat policisë të Shishit dhe nëse ju kujtohet ka patur një reagim shumë të fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të ambasadës,